Arsian Alia i arrestuar për abuzime të mitura është shfaqur në një darkë iftari me zëvendës kryeministre Belinda Balluku. Një tjetër skandal përfshiu Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe AKU-n, institucion në varësi të kësaj ministrie. Kompania AMG Food ka importuar dhe shpërndar në treg një sasi të madhe të mishit të kontaminuar me salmonel. Në punën si toshes kanë denoncuar në redaksin ton drejtorin e tyre Enea Karakaçi, ata akuzojnë atë se ai u jep pozicione pune njerëzve të tij të afërt apo shokëve të fëmijërisë. 13.000 shtetas të huaj që janë pajisur me leje pune gjatë vitit të kaluar mund të jenë rezident në Shqipëri. Ekspertët thonë se kjo do të sjellë ndryshime të rëndësishme demografike në vendin tonë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV dhe u. Arsian Alia i arrestuar për abuzim me të mitura është shfaqur në një darkë iftari me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kjo ka ngritur pyetje mbi verifikimin e të ftuarve në evente zyrtare. Një foto e publikuar së fundmi në rrjetet sociale ka ngritur pikpyetje mbi verifikimin e të ftuarve në evente zyrtare. Arsian Alia i është arrestuar një vit e gjysmë më parë për akuza të rënda lidhur me abuzim ndaj të miturave. Ky i fundit është shfaqur në një darkë iftari krah për krah me zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Pamjet janë shpërndar në rrjetet sociale nga vet Aliaj, i cili e cilëson si kënaqësi pjesëmarrjen në këtë darkë me përfaqësuesen e qeverisë. Arsian Aliaj, pedofili që i kërkon seks të miturave. Aliaj është vënë në pranga pasi është filmuar nga mediat në një kamerë të fshehtë duke kërkuar seks një 14 vjeçareje. Ky i fundit, pasi ka dërguar foto intime të miturës, i ka kërkuar t'i mësojë asaj edhe pozicionet e seksit. Kështu në takimin e parë të zhvilluar në kryeqytet, ai këmbgulte që takimin me të ta kryente në banesën e motrës së tij, për të cilën kishte çelësat dhe cilësonte tejet romantike. Përveç të tjerash, 37 vjeçari e prezantuar si 25 vjeç, i thoshte të miturës të mos tregonte për marrëdhënien e tyre, edhe se nuk udhëtoi nga fieri vetëm për një kafe, por kërkon shumë më shumë gjëra. Por këto do t'ja shpjegonte dhe bënte nëse vajza do ta ndiqte tek shtëpia. Takimi i tyre në kryeqytet u finalizua me prangosje në flagrancë të pedofilit që udhëtoi nga fieri për një takim romantik me të miturën. Një qytetar ka denoncuar problemet me sistemin e pagesave të gjobave. Ai ka thënë se gjobat nuk mund të paguhen në kohë për shkak të ndërprerjes së sistemit. Kjo duket se bëhet qëllimisht që qytetarët të paguajnë më shtrenjtë. Në redaksin ton ka mbërritur një shqetësim lidhur me bllokimin e sistemit të pagesave të gjobave. Qytetari në fjalë shprehet se gjoba që ka marrë të dielën u hodh në sistem pas 2 ose 3 ditësh dhe përpos kësaj nuk mund ta paguajë dot pasi sistemi është jashtë funksionit. Për të disatën herë, shumë qytetarë janë përballur me vonesa dhe probleme teknike gjatë përpjekjeve për të paguar gjobat, duke u mohuar mundësinë për të përfituar nga ulja kur pagesa kryhet brenda afatit. Kjo ngre pikpyetje nëse këto vonesa janë rezultati një defekti të sistemit apo një skem për të ndikuar në shumën përfundimtare të pagesës. Në disa raste, gjobat e papaguara brenda afatit pësojnë penalitete e shtesë duke arritur ndjeshëm koston fillestare. Institucionet përgjegjëse duhet të garantojnë funksionimin e pandërprerë të sistemit dhe në rast të ndonjë ndërprerjeje teknike, qytetarët nuk duhet të penalizohen me tarifa shtesë apo me humbjen e të drejtës për pagesë të reduktuar. Mesazhi qytetarit: ka marrë një gjobë të dielën. Pas 2-3 ditësh, ajo u hodh në sistem, por tani që duhet ta paguaj, më thonë se nuk ka sistem dhe nuk e paguan dot. A është normale kjo, apo bëhet që të mos paguhet më lirë? Një tjetër skandal përfshiu Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe AKU-n, institucion në varësi të kësaj ministrie. Kompania AMG Food ka importuar dhe shpërndar në treg një sasi të madhe të mishit të kontaminuar me salmonel. Përgjegjës për këtë situatë të rrezikshme është biznesmeni Mond Goxha, pronari i kompanive AMG Food dhe Dimali NC, i cili ka lejuar me vetdije që 18 ton fileto pule të infektuara të shiten në tregun shqiptar. Pavarësisht kësaj, ministria shfaqet në rrjetet sociale duke shtruar darka luksoze, edhe pse institucioni në drejtimin e saj ka dështuar të kryej funksionin e tij. Në Shqipëri, ku siguria ushqimore është një lojë fjalësh dhe institucionet shtetërore mbyllin syt përballë skandaleve, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, shfaqet e qeshur dhe me dorën në zemër në një iftar luksoz me mbështetësit e saj. Ndërkohë që qytetarët konsumuan fileto pule të infektuara me salmonel,
të importuara nga kompanitë e Mont Goxhës, ministria që ka për detyrë të mbrojë shëndetin e konsumatorëve vazhdon aktivitetet mundane, sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Në vend që të kërkonte përgjegjësi dhe ndëshkim për ata që sollën mbi 18 ton mish të kontaminuar në tregun shqiptar, të niste hetime të plota për abuzimet me sigurinë ushqimore, apo të sqaronte publikun mbi rrezikun e madh që u shkaktua, Denaj zgjedh të shfaqet e relaksuar në ambiente luksoze. Dora në zemër mund të jetë një gest miqësie, por për qytetarët që konsumuan mishin e helmuar, është fyerje e hapur. AKU, institucion që gjendet në varësinë e Ministrisë së Bujqësisë, u tregua skandalozisht e paaft për të parandaluar përhapjen e mishit të kontaminuar dhe pasi u konfirmua prania e bakterit Salmonella, nuk informoi publikun me kohë dhe nuk ndaloi shpërndarjen e produktit. Në një vend normal, një skandal i tillë do të kishte sjellë dorëheqje, arrestime dhe përgjegjësi penale, por në Shqipëri gjithçka mbyllet me një darkë të shtruar dhe një foto të bukur për rrjetet sociale. Qytetarët ndërkohë mbeten të ekspozuar ndaj produkteve të rrezikshme, ndërsa përgjegjësit festojnë pas një shqetësim. Në punësit e OSHE-s kanë denoncuar në redaksin ton drejtorin e tyre, Enea Karakaçi, duke akuzuar atë se jep pozicione pune për njerëzit e tij të afërt edhe për shokët e fëmijërisë. Denoncime nga vetëm punësit e tij kanë raportuar për redaksin ton se Enea Karakaçi i OSHE e paskakthyer institucionin në kafe mes miqsh. Drejtori akuzohet me prova faktike nga vartësit e tij në redaksin ton se postet e rëndësishme po i mbush me persona të afërt, me figura politike. Mbështetësit e Partisë Socialiste i kanë lënë të papunë ose në poste të nënvlerësuara, thot Rilindasi. Karakaçi ka emëruar Fatjola Halilajn në postin e drejtoreshës ligjore pranë OSHE, pavarësisht mungesës së kontributit në institucion. Ironia në këtë fakt është se Halilaj njihet si mike e Ilir Metës, gjë që ka ngritur dyshime për ndikimet politike në këtë vendim. Ndërkohë një tjetër emërim që hap debat është ai i Algert Luzit në pozicionin e administratorit të furnizuesit të shërbimit universal, i cili, sipas burimeve, është shok shkolle i Karakaçit. Në postet e larta janë parazitët, të preferuarit e armikut ose figurativisht të rehabilituarit politik, thot denoncuesi, duke vënë kështu në pikpyetje integritetin dhe transparencën e emërimeve të drejtorit Zart të Ballukut në administratën e OSHE. Ish studentë Universitetit Aleksandër Mesiu në Durrës po përballen me vonesa të gjata në marrjen e diplomave të tyre të masterit dhe bachelorit, edhe pse kanë përfunduar studimet që në vitin 2023. Ata janë detyruar të përdorin vetëm vërtetimin e diplomimit si një dokument zyrtar, ndërsa përgjigjet nga universiteti kanë qenë të paqarta dhe të pakënaqshme. Shteti shqiptar ka zëvendësuar shqiptarët e larguar jashtë me punëtor nga vendet e treta. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, gjatë vitit të kaluar, rreth 13.000 shtetas të huaj u pajisën me leje pune në Shqipëri, një shifër ndjeshëm e lartë krahasuar me vitet e mëparshme. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e punëtorëve të huaj që kanë ardhur në Shqipëri janë nga Turqia, Egjipti, Filipinet, India, Kina dhe Ukraina. Megjithatë, ekspertët e tregut të punës e shohin këtë si një zgjidhje afat shkurtër dhe paralajmërojnë për kosto të larta që sjell kjo praktikë. Sipas ekspertëve, sjellja e një punonjësi të huaj në Shqipëri kushton deri në 3.500 euro, duke përfshirë transportin, procedurat ligjore dhe akomodimin. Por përveç punëtorëve, në vitet e fundit është rritur edhe kërkesa për leje qëndrimi nga të huaj që dëshirojnë thjesht të jetojnë në Shqipëri. Shtetasit indian janë ndërkombësit me numrin më të madh të kërkesë qëndrimit. Shtetasit e vendeve të treta e shohin Shqipërinë si një vend tranzit për të emigruar në vendet evropiane. Rritja e interesit të huajve për Shqipërinë reflekton një ndryshim të rëndësishëm në demografinë e vendit, gjë që hap debat mbi efektet afatgjata të këtij fenomeni. Shteti shqiptar ka zëvendësuar shqiptarët e larguar jashtë me punëtor nga vendet e treta, me rreth 13.000 shtetas të huaj që u pajisën me leje pune gjatë vitit të kaluar. Ekspertët paralajmërojnë për kosto të larta të sjelljes së punëtorëve të huaj, ndërsa kërkesa për leje qëndrimi nga të huajt ka njohur një rritje të ndjeshme, duke reflektuar ndryshime të rëndësishme në demografinë e vendit tonë. Ish studentët e Universitetit Aleksandër Mesiu në Durrës po përballen me vonesa të gjata në marrjen e diplomave të tyre të masterit dhe bachelorit. Sipas denoncueseje, edhe pse janë diplomuar që në vitin 2023, ata ende nuk i kanë marrë diplomat dhe detyrohen të përdorin vetëm vërtetimin e diplomimit si dokument zyrtar. Ky problem nuk është i ri, pasi edhe studentët e ciklit të parë të studimeve bachelor janë përballur me të njëjtën situatë. Pavarësisht pyetjeve të shumta drejtuar sekretarive dhe strukturave përkatëse të universitetit,
përgjigjet kanë qenë të paqarta, duke lënë të diplomuarit në pasiguri të plotë. Edhe dekania, sipas denoncueses, nuk është përgjigjur ndaj kërkesave të studentëve. Mesazhi i plotë. Përshëndetje, jam diplomuar që në vitin 2023 në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Fakultetin e Edukimit dhe akoma nuk na kanë dalë diplomat e masterit dhe besoj që këtë problem e kanë edhe të bachelorit. Dhe pak mbushim 2 vite që jemi diplomuar dhe në punë e kudo ecim me vërtetimin që jemi diplomuar. Nuk e dim se kur do të nxjerrin ato diploma, edhe sa vite duhet të mbarojnë. Ky problem ishte edhe me diplomat e bachelorit, prandaj po ju shkrua juve dhe ndoshta gjejmë një zgjidhje. Ju lutem postojeni anonim. Besoj se ky mesazh është problemi të gjithë atyre që janë diplomuar dhe s'kan marrë diplomat në UAMD. Kemi pyetur me qindra herë, por nuk kanë dalë ende, thonë gjithmonë. Sekretaret nuk marrin ankesat, edhe dekania nuk përgjigjet në mesazhe. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.